Derisa po sulmoheshin zyrtarët policor, dëshmitar u bë dhe dikush me përgjegjësi të lartë publike. Në raportet e tyre, zyrtarët policor kanë treguar se si në vend të ngjarjes kishte shkuar gjykatës si gjykatës themelore në Prizren, Floridin Osmanaj. Osmanaj rezulton të jetë djali i Axhës së personit të cilin gruaja e kishte raportuar për dhunë në familje. Cili ishte roli i gjykatësit Floridin Osmanaj dhe çfarë udhëzimi i dha i njëjti, tregojnë raportet e zyrtarëve policor. Bazuar në raportin e zyrtarit policor Samir Vehapi, Floridin Osmanaj me tu paraqitur në vend të ngjarjes ishte prezantuar si gjykatës. Gjatë kësaj periudhe prezantohet një person me emrin Floridin Osmanaj si gjyqtar. I njëjti i rekomandon bashkëshortit të viktimës që mos të jap deklarat fare në polici. Dhe në momentin kur kanë gjuajtur me gur drejt nesh, vjehri i njëjti ka qenë prezent aty dhe në vazhdimsi kërkonte nga unë se cila është arsyeja e arrestimit të djalit të Axhës, ku unë i tregoj shkurt se i njëjti ka ushtruar dhunë fizike ndaj gruas së tij.